Tregohet sërish, meqense përmendëm dietarin e Shura Abdul Karim Rifai, thotë dhe Rifai, mbi emrin e tij Rifai, domethënë nuk i përket tarikatit që kemi dëgjuar, tarikatet Rufai, po është mbi emrin e tij. Thotë në një ndër këto sjelljet me njerëz të cilët kishin brenga në zemër, cila ishte brenga konkrete, ishte brenga që ishte shumë i dhënë pas dunjas. Thotë ishte edhe një person që e tregon sërish i biri, thotë babai yt thotë është bërë sebeb për udhëzimin tim. Thotë si është bërë sebeb për udhëzimin tim. Thotë kaloja me një rreth viteve 50 kjo. Në Damas kaloja pranë shtëpisë tënde, thotë pranë shtëpisë tuaj, pranë lagjen tuaj, kaloja thotë me një karrocë me kal, me fruta dhe perime, zarzavata të ndryshme. Dhe kur kaloja thotë pranë shtëpisë tuaj, e ngrija zërin që me do e mos hoxhat më dëgjonte. Thotë dhe kur vinte hoxha, domethënë nëse nuk kisha shitur mjaftueshëm, aty thotë dhe e bëja pazarin. Me sa duket thotë hoxha nuk blinte vetëm për vete, pra blinte edhe për fqinjët ose për të afërmit e tij. Thotë bëja edhe pazarin aty, por kishte edhe raste thotë kur i jepja mallin e keq. Rryna Zot. Thotë një natë për natë netësh e pash në ëndër, domethënë hoxhën i cili më thonte o filan. Pra ëndrat janë prej Allahut subhanahu wa taala. O filan, nuk ka ardhur koha domethënë që ta praktikësh atë dashurinë e madhe që ke për mallin, që nuk dëshiron të humbasësh asgjë prej tij, pra e mashtron tjetrin, po e rëndësishme është mos humbasësh askënd. Por në ditën e mërkurë të vish në mësimin e përjavshëm që ne kemi, thotë dhe shkova dhe nga ajo ditë që unë shkova në mësimin e hoxhës, thotë deshti Allahu xhelle xhelalu ishte një çast udhëzimi për mua. Pra, ky e sakrifikoi materialin e tij, sepse nuk tham që hoxha ishte naiv, ishte shumë inteligjent dhe ishte shumë vigjilent. Por kishte një qëllim se ku donte të shkonte, ishte kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala. Pra te ky njeri, sepse njerëzit parimisht kanë të mirën e kanë prioritetin e tyre, por janë faktorët e shoqërisë dhe tjetës që e kanë shndruar në diçka tjetër.